në kryetarërin e boksit Shkodran Zef Gjoni. Profesor Gjoni Shkodra me i pret turneun e 23 memorial ndërkombëtar që zhvillohet në Shkodër në respekt të ish boksierëve shkodran që nuk jetojnë. Diçka me programin e këtij aktiviteti. Ky program ka rrallë dy ditor, ka pas më bën të gjithë, por për arsynë mos ardhë disa ekipe për arsynë shëndetësore, ku detyruam ta bëjmë për 2 ditë. Në këtë program këta i rrallë kena edhe 3 ndeshje profesioniste që i sponsorizon firma Fish and Fire me Melin e Mundin presidenta. Edhe kena edhe 3 minjohet, 3 arbitra Shkodran, Fadir Zhega, Ramiz Rabosha dhe Koles Fati do t'i japin federatën për kontributin e tyre në këtë sport si arbitra. Është gati formacioni për të? Po, mirë, besoj se po, mirë. Besoj se mirë, shumë mirë jenë. Tu konkurohet profesor në rang kombëtar, pra të ekipi kombëtar nga Vllaznia Shkodrës. Vinë boksierë nga Vlora, nga Tirana, nga Durrësi, por edhe nga Malizia, nga Kosova. Ndonjë emër konkret nga ekipi i Vllaznisë për trofe? Po janë Vjerdha, Kajoshi, që të konkurrojnë. Profesor, saktësisht ndeshjet zhvillohen të premten të premten në ora 5 edhe të fundit në ora 11. Besoj se objektivi është si zakonisht po boksierë kampion të individ dhe trofeu të ekip. Edhe po edhe për boksierë profesionistë me që 2 për këtyre boksierëve tonë janë për herë të parë. Besoj se ata duhet me fitu. Ndeshjet e para profesioniste që fillojnë. Sa ndeshje profesioniste janë në program? 3. Do t'jenë në fund të aktivitetit? Po ndoshta mund t'i bëjmë një amator, një profesioniste, ta shohim, të ta zgjidhim bashkëpunim me trajnerët e ekipeve të tjera. Atëherë saktësisht edhe herë për interesin e publikut shkodran dhe familjes të boksit, të premten pasdite në pallatin e sportit në Xhaxhi Dervishi në orën 5. Në orën 17, të premten dhe paraditën e së shtunës në orën 11 janë finalet. Finalet. Profesor, faleminderit për informacion dhe sukses.